Ja kam shpjegu pse. Fjala jote me fjala asaj dhe gabimin që ke bërë ti është që ti më mirë t'ja kisha thonë në sy, se sa e ke çu fjalën nëpërmjet Kristit. Nuk kam bërë. Tani themi fjalën po mirë më rregull se po shkohet në tualet. Se konsideroj gabim. Ora menimi im. Të themi diçka aty? Ti mendon. Që përveç hiqe vetën tënde, okay. Po dhe ti do futesh, jo hiqe vetën tënde. Përveç hiqe Mateo. Ta heq apo mos ta heqësh? Jo, mos e hiq vetën tënde, ja. Po heqi Mateon që s'ka lidhje me këtë mohabet. Në ato nominim Zarzi. Unë mendoj që do të ishte Angër i pari që ka thënë më janë pa brek krevat e drejtë votan, që si s'ka lidhje shumë. Mirë, tu po si. Ka lidhje s'ka lidhje Do të futem krevat. Po, janë pa brek, jo që ata. Po. Në krevat janë pa. Po jo, ti e që shoh. O zotëri edhe. Nuk e jo thotë, po një sekondë të mbaroj. E gjë në debat këtu di Angela. Angela Selin që më tha do të derdh shishën gojë. Lejohet. Po prit po më le të mbaroj Gjona. Një sekondë, lejohet se di ti. E din ata. Dakor. Pra. Po të them po të marr mendimin ta. Po mos marr mendimin ta. Mos lusë jo. Seri që thamë do të derdh shishën e gojë, shishën gojë, hape gojën të derdh shishën. Gojë. Edhe treti është Kristi që ka vënë bidonin këtu dhe tha fry. Këtu bidonin atje dhe tha fry. Ti i katërti, unë i pesti. Unë i katërti pse? Ti i katërti se ka ofenduar se unë. Si e kur? Me gjithat fjalë, plere, ç'as ke thënë? Po si ti pas e ka thosh 10 herë morë mos më pler? Po s'kam thënë, më ka thënë mbasi ke thënë pler. Që nga krevati që acarove dhe agravove. Lere tash. Ti katër, 5 dhe 6 Kristi. Ky do të ishte Zar Vizil. Ky do të ishte Zar Vizil, edhe Ina. 7. Po. Po nxejmë në shtëpi. Po 7 veta po do të ishte Zar Vizil. Që të ishte nominim, Që të ishte nominim që ti dini. Se shfer kjo. E pe klipin. E pash klipin shumë. Po që për fjalor. E para. Ore, o po naçi do me ti po përballesh me Kesin, mua i pa fytyrë ty më thoshte mua hajde më lëpi thoshte. Ai të shpëtoi, ai